Në kuvend nuk ka arritur asnjë interpelancë ndaj ministrit të drejtësisë Igor Fillkov, pas thirrjeve të shumta për dorëheqjen e tij, të nxitura nga deklaratat rreth kërkesës së studentëve për provim të jurisprudencës në gjuhën shqipe. Pyetja në adresë të kuvendit erdhi pasi gjatë 2 ditëve të shkuara parti të ndryshme kanë kërkuar dorëheqjen ose largimin e Fillkovit. Në takim jo formal me gazetarët, kreu i kuvendit Afrim Gashi deklaroi se qëndrimi i tij është që në këtë rast duhet të respektohet ligji për përdorimin e gjuhëve. Gashi tha se ka mbështetur kërkesën e studentëve. Në po të njëjtin takim, gazetarët u informuan se nuk ka asgjë konkrete rreth formimit të grupit të punës për kodin e ri zgjedhor, procedurë që duhet ta nisë Ministria e Drejtësisë. Asnjë marrëveshje nuk ka dalë nga koordinimi i zakonshëm as për projekt ligjin për qeverinë teknike, që deputetëve u është dhënë në shqyrtim para pak kohe. Deputetët nesër duhet të mblidhen në kuvend për seancën e radhës plenare, por pritet të përballen me protestat e sindikalistëve, të cilët kërkojnë rritje të pagës minimale. Policia ka informuar ligjvënësin për planin e veprimit, por asgjë nuk pritet të ndryshojë në funksionimin e zakonshëm të seancës. Deputetët janë informuar që hyrjet do të jenë të bllokuara për veturat, kurse ata duhet të shkojnë në punë pa e penguar të drejtën e kësaj kategorie të qytetarëve për protestë.